Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteo-Alb. Orët e paradites do të jenë në ndikimin e motit të kthjellët dhe vrenësirave të lehta dhe kalimtare në Bregdet dhe pjesërisht zonat e ulta. Por me kthjellime dhe vrenësira të dendura do të paraqiten zonat malore. Gjithashtu parashikohet që orët e pasdites t'i bëjnë më të dukshme vrenësirat në pjesën më të madhe të territorit, megjithatë nuk do të ketë rreshtje shiu. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në vlerat minimale, por rriten maksimale duke u luhatur. Nga 4 gradë Celsius vlera me ulët deri në 26 gradë Celsius vlera me lartë në rang territori. Era do të fryejë lehtë si në tokë dhe në det me shpejtësi 35 km/orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim të ulët. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteo-Alb, parashikohet rënje e vlerave barike si pasojë e masave ajrore më të freskëta me origjinë veri perëndimore. Kjo do të sjellë ndryshim të situatës atmosferike në vend. Orët e paradites do të paraqiten me alternime kthjellimesh dhe vrenësirash të shpeshta ku më të theksuara. Vrenësirat do të paraqiten në zonat veriore dhe qendrore, duke lënë jugun në mbizotrimin e kthjellimeve dhe vrenësirave të pakta. Gjatë orëve të pasdites dhe në vijim, vrenësirat do të shtohen gradualisht në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të rriten si në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore, nga 6 gradë Celsius vlera me ulët deri në 27 gradë Celsius vlera me lartë në rang territori. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 40 km/orë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim 2 ball. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteo-Alb, ishujt britanike, Europa qendrore dhe pjesërisht vendet nordike do të përfshihen nga masa ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë dominim të vrenësirave dhe rreshjeve të shiut si dhe të dëborës në zonat e izoluara. Po ashtu, suhi të forta ere dhe rreshje të dendura shiu do të ketë përkatësisht në Gadishullin Iberik, si dhe rajonin e Balltikut, ndërsa vendet e Europës lindore, rajoni i Ballkanit, si dhe brigjet e Egjeut, do të jenë në ndikimin e dy qendrave të presionit të lartë atmosferik, duke kushtëzuar mod të kthjellët dhe vrenësira të lehta dhe kalimtare. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë do të jemi sërish nesër.